Unë do të përcjell nga mesazhi i kryepiskopit të Shqipërisë, i Zot Juani, që i dërgon gjithë klerit edhe popullit shprestar ortodoks. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri: Krishti u ngjall dhe jeton, dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajnë nga dashuria dhe paqja e Tij. Sepse nuk ka paqe aty ku është e keqja, por vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia. Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Amin. Dhe me këtë rast ju urojmë gëzuar Pashkët. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, të gjithë besimtarëve të enorisë tonë edhe gjithë popullit të Durrësit e gjithë anëmban për shumë vjet Pashkë të bardha, gëzuar nga motra.